me disa vendime emergjente që do ta lehtësonin jetën e secilit qytetar në Kosovë. Për qeverinë gjithëpërfshirëse më lejoni t'ju them që nesër Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpalos një plan prej 15 pikash ku do të elaboroj idenë dhe prioritetet që do t'i shinim si pjesë e kësaj qeverie për një periudhë të caktuar. Andaj me këtë rast ju ftoj nesër në selinë qendrore të LDK-s që të jeni dëshmitar të prezantimit të këtij plani. Ky ka qenë propozimi jonë si rrugdalje nga kjo krizë, por ndryshe ne nuk po shohim që partitë e tjera kanë një propozim tjetër, nuk po shohim që ka shumicë të konsoliduar, edhe po e shohim një parti të parë, të dorëzuar tërësisht për shkak që nuk po ka mundësi të siguroj shumicën. Dhe ne me këtë rast dëshiroj që të them që partia jonë ka ardhur me këtë propozim duke qenë parti që e ndjen përgjegjësinë e shtetit, e ruajtjes së institucioneve të shtetit dhe që vjen si rezultat që dëshiron që të sheh që Kosova si shtet mos dëmtohet as në arenën ndërkombëtare, as brenda në kuptimin e inflacionit edhe zhvillimeve ekonomike që po e dëmtojnë vendin. Më lejoni që të transmetoj edhe një shqetësim që si parti politike kemi parë një marrje peng të një qytetari ish zyrtarit të policisë të Kosovës, Arnar Spahiu, dhe kemi parë njëkohësisht që nuk ka veprime zyrtare shtetërore për t'u angazhuar për lirimin e tij sa më parë. Më lejoni që nga këtu në emër të Lidhjes Demokratike t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që të angazhohen për lirimin e menjëhershëm të zyrtarit ton policor, ish zyrtarit ton policor. Ajo është një qytetar i Kosovës dhe si institucione kemi përbërgjë që të angazhohemi maksimalisht dhe posaçërisht atëherë kur bëhet fjalë për qytetarët e Kosovës dhe shtetin e Serbisë. Kjo për afërsisht, nëse keni eventualisht pyetje. Ne ende pa u konstituar kuvendi, por kemi mbarë edhe si parti politike disa iniciativa, kemi takuar edhe ZRE-n, kemi takuar edhe institucionet të tjera, bizneset, kemi organizuar një debat me biznese për t'i adresuar shqetësimet e tyre, kemi mbledhur të dhëna dhe normalisht që do të veprojmë në mënyrën më serioze për t'i marrë në llogaridhënie të gjitha institucionet të cilat e kanë përgjegjësi këtë situatë. Institucionet të cilat e kanë sjellë shtrejtimin e rrymës dhe po shihet që prapa saj ka një skemë të organizuar të shitblerjes së energjisë elektrike. Nga kjo pozitë ku jemi tani, nuk kemi se çka të bëjmë më tepër, por ne zotohemi që nga konstituimi i kuvendit do të bëjmë maksimumin që të sjellim uljen ose të paktën prolongimin e shtrejtimit të rrymës për bizneset. Kjo situatë do ta dëmtoj më së shumti qytetarin e Kosovës, sepse duke i dëmtuar bizneset vendore, duke u shtrejtuar atyre rrymën, rrjedhimisht do të shtrejtohet secili produkt vendor dhe qytetari do ta paguan faturën më shtrejt. Ne vërtet na vije tepër keq, sepse si LDK dhe për gjatë historisë jemi angazhuar që prodhuesit vendor të krijojmë ambient sa më të përshtatshëm për ta, për prodhimin e produkteve vendore, por në këtë situatë vërtet është e pamundshme që të shkojmë përtej kësaj, por është me keqardhje, sepse ju shihni që ka një shkarje logjike në mes asaj që ka prolonguar partia e parë ose vetëvendosja, gjatë kohës sa ishte në opozitë, thoshte produktet vendore duhet të blihen para së gjithash, ndërkohë që sot kë e ka goditur më së shumti, i ka goditur prodhuesit vendor. Edhe kjo është kostoja e një votimi të një partie që vërtet
nuk i mban